اللهم صل وسلم على نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. O Allah, na I pranon salavatet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. O Allah, na fal na mëshirat gjithë na që jemi këtu ya Rabbil Alamin. Na bëj prej adhuruesve të sinqertë ya Rabbil Alamin. O Allah, pranoj veprat tona të mira ya Rabbil Alamin. Shtoj ato ya Rabbil Alamin. Rendoj ato në peshore në mandis tënde ya Rabbil Alamin. Dhe të lutem na nxjerr prej kësaj xhamie me gjinoha të fshime ya Rabbil Alamin. Qofshin ato të mëdha apo të vogla, të parat, të fundit, të hapta, të fshetat, me qëllim, pa qëllim, na I fshijojmë dhe Zot. Dhe këtë gjë nuk ja kërkojmë kujt tjetër përveç mandis tënde ya Rabbil Alamin. Ti ke pushtetin mbi gjithçka ya Rabbil Alamin. O Allah, na mëshiro, na beqato ya Rabbil Alamin. Na siguro gjithçka na duhet prej të mirave të kësaj jete, por na I bëj pjesë edhe për ahiret ya Rabbil Alamin. O Allah, na ndihmo dhe mos na lën që të mbështetemi tek vetja jon, qoftë edhe prej sekond ya Rabbil Alamin. O Allah, gjithë ne që jemi këtu vëmë me halle, na I lehtësoj ya Rabbil Alamin. Ata që janë me borxhe, ndihmoj që ti likuidojnë ya Rabbil Alamin. O Allah, ata që janë smun, shëroj ya Rabbil Alamin. O Allah, ata që janë pa martoj tim dhe vajza ya Rabbil Alamin. Jepo fatharit bashkër dhe të harit mbas kësaj xumaje ya Rabbil Alamin. O Allah, ata që sot janë pa punë në këtë xhami punësor, jepi punë halal ya Rabbil Alamin. O Allah, na fal në mëshirat gjithë ne këtu, po të lutem dhe për pjesëtarët e familjeve tona, o Zot, na I bjerë në rrugën e drejtë ya Rabbil Alamin. O Allah, na fal në mëshirat gjithë ne, edhe gjithë besimtarët dhe besimtarët kudo që janë ya Rabbil Alamin. O Allah, më të lutem për gjithë ata që janë fëmijët tim, për gjithë ata që janë vejusha, o Allah, bekoj ya Rabbil Alamin. Mbajnë në kujdesin e mandis tënde dhe na përdor edhe ne për mirë për ato ya Rabbil Alamin. Na bëj sebet edhe ne që t'ju gjindemi aty në ya Rabbil Alamin. O Allah, s'kemi tjetër veç mandis tënde, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ne vetëm ty të përulemi dhe vetëm prej teje e presim ndihmën ya Rabbil Alamin. Për gjithçka të lutem ne prano, o I madhi Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Allahu na urdhëron që t'jemi drejt, t'jemi pamirë së ndonjëri tjetrit, por na urdhëron që të falim namazin. Namazin na afron tek Allahu dhe na largon nga çdo e keqe. Allahu na I pranoj namazet tona.